Prej momit mendoj që ka marrë shpirtin luftarak, të cilin ma ka përçu mu edhe unë ja u përçoj fëmijëve të mi. Do me thonë, mami jeme ka pas një sistem, si general, edhe thoshte, qo se ti e bën. Do me thonë, nuk ka qenë me të but, po ka qenë si ta përkëtej tani. Po, shtys po ka qenë si urdhër, që qo se ja del. Edhe unë këto mendoj që e kam transmetu, e kam marrë nga mami, edhe po pa diskutim kujdesin e teprum. Mami ka qenë një njeri që edhe sot, kur ta shikosh, kur më flet si kur me qenë 5 vjeç. Edhe une në të njëjtën formë i përkrahi fëmijët edhe ja u përçoj këtë forcën që e kam une për me kanë suksesshëm, vetëdijshëm, për potencialin që une e vrej tek ata. Kur e kuptove që ti ki vendos me u marrë me artin, ose ti ke talent? Pikërisht në fshat me rujtjen e bagtive, të kafshëve, tezet e mia kanë vrejt shumë shpejt një talent e unë. Ka qenë talenti i imitimit, talenti i imitimit festivaleve, i imitimit aktorve, sekuencave të vogla, edhe e moj men vetën diku 3-4 vjeqe që më thoshin hajde artiste e atezës, këndona diçka, hajde aktro diçka. Dhe mendoj që kjo ka lind me mu, dëshira për qenë skenë ka lind me mu. Dhe moj mend vetën shumë herët që po, kisha qef me interpretu para tjerve, nuk kisha të ndrojtjen që e kanë zakonisht fëmijët, se mos bullizohen, se mos i tallin. A ki pasa ëndra të mëdha për atë kohë që sot ti jeton në atë realitet? E vërtet, mendoj që çfarëdo që une kam ndërru në atë periudhë, për vetën time, sot i gjejt realizume. Është shumë e vërtet kjo. Mendoj që i kom manifestu shumë herët ëndrat e mia. Kanë vënu me ardha, ma janë realizu pothuajse gjitha. Me sa e dite, ju keni qenë familje e madhe. Ju keni qenë 5 ose 6 fëmijë. Edhe diferenca me vllahun tënd të vogël është shumë e vogël me fëmijën tënd të parë, apo jo? 2 vite e gjysëm? 3 e gjysmë. Okej. Si është raporti mes tyre? Janë më tepër si shok? Shok, nuk i thrasim daj. Do me thonë është i vetmi nga se kam 3 vlezër, edhe ky i vogli nuk thirret daj, ky thirret nemër, na don. Edhe kështu me urdhra, nuk e marrin për të miq qenë si daj ose si figurë pak më e madhe se ata, se janë rrit bashkarisht me njëri tjetrin. Ti je bo edhe nën shumë e re, edhe sa vjeqare ishe kur e njoftove është bashkëshortin? Ose a ki me një farë mënyre do një tabu që e kanë diskutu ndoshta më tepër se gjithduhet? Jo, se në familjen tonë motra jeme që është mbrapa me është martu 17, kështu që nuk kom thuja si lloj tabuje, bile se kam qenë shumë plak. Atë kam